përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, ka thënë se Serbia duhet të dëshmojë me vepra dhe reforma se synon vërtet të antarësohet në Bashkimin Evropian. Kallas nënvizoi se lidhjet e Serbisë me fqinjin e saj Kosovën nuk kanë të bëjnë vetëm me përmirësimin e marrëdhënieve, por janë vendimtare për të ardhmen e Serbisë në BE. E në lidhje me këtë temë, në një prononcim për Bota Sot ka folur eksperti austriak Günther Fehlinger. Ai thotë se Serbia duhet ta njohë Kosovën dhe këtë gjë duhet BE-ja t'ia bëjë të qartë asaj. Gjithashtu thekson që Serbia duhet të shkëputet nga Rusia ose të i bashkëngjitet reagimit të sanksioneve të Bashkimit Evropian. Është koha për qartësi nga BE-ja për Serbinë. Serbia duhet ta njohë Kosovën tani. Serbia duhet të ndalojë promovimin e Anschluss nga ashtu quajtura Republika Srpska nga Serbia. Serbia duhet shkëputet nga Rusia, duhet t'i jap fund marrëdhënies së tregtisë së lirë, duke mbyllur hapësirat ajrore dhe duke dëbuar misionin ushtarak rus dhe duke mbyllur bazën ushtarake ruse në Nish. Serbia duhet t'i bashkohet regjimit të sanksioneve të BE-s dhe të bashkohet plotësisht me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Serbia duhet të jetë plotësisht europiane në frymë, jo vetëm në letër, u shpreh ai. Tutja i thotë që pavarësisht të vërejtjeve të shumta që janë bërë vizita e Vučićit në Moskë, i ka dhënë fund çdo vullneti të mirë që Vučić kishte lënë në BE dhe SBA. Por Serbia nën Vučićin nuk do të bëjë asgjë nga këto, ka thënë ai, dhe koha për qetësimin e Vučićit ka mbaruar në Bruksel dhe Washington. Vizita provokuese në Moskë i ka dhënë fund çdo vullneti të mirë që Vučić kishte lënë në BE dhe SBA. Kjo ishte shumë e thjeshtë. Tani është dita e pagës për Vučić, shpjegoi ai. Në fund ai nënvizoi bisedën duke paralajmëruar që Vučić dhe Vulin do të vendosen së shpejti në listën e zezë të BE-s. Gjithashtu shton që BE duhet të punojë fort që ta sjellë rënien e Vučićit. Përgjigjja për BE-n dhe SBA-n është e thjeshtë dhe e qartë. Kosova dhe Bosnia do t'i bashkohen NATO-s dhe BE-s deri në vitin 2029, së bashku me aleatët tanë Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malinë e Zi, ndërsa Serbia do të mbetet e izoluar si përfaqësuese e Rusisë në Ballkan, dhe Vučić dhe Vulin do të vendosen së shpejti në listën e zezë të BE-s për vendet e papranueshme të hyrjes, dhe Serbia duhet të çfinancohet nga BE-ja. Kjo është politika më e mirë për BE-n. Shpresojmë që kjo së shpejti do të çojë në rënien e regjimit të Vučićit dhe një Serbi pro-europiane do të zbatojë të gjitha reformat që Serbia të bashkohet me BE-n, por vetëm pasi Kosova dhe Bosnia të jenë anëtare të plota dhe do të kenë të drejtën e vetos mbi anëtarësimin e Serbisë në BE, e cila është garancia më e mirë se Serbia do të kërkojë falje për krimet e saj gjenocidale para se të hyjë në Bashkimin Evropian. Tani që zonja e hekur është në krye të BE-s, nuk do të ketë jugonostalgji socialiste që do të shpëtojë përsëri Vučićin. Tani është koha për vendime, përfundoi eksperti austriak Günther Fehlinger për Bota Sot.